që gjitha mediat po flasin për një shkëputje ose një plasaritje të marrëdhënieve mes tij dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku. Është thënë që ata janë zënë për ndërmarrjen Termokos dhe ne kemi kuptuar që bëhet fjalë për kryeshefin e Termokosit. Ne e dim që kryeshef ka qenë Fisnik Osmani, të cilit i ka kaluar mandati, por që sipas kryetarit Rama ai duhet të marrë edhe një mandat tjetër. Por kështu nuk mendon kryetari i LDK-s, i cili ka propozuar që kryeshef të jetë Arton Redkoceri, që po e shihni në foto, e që është pjesëtar i LDK-s, madje njëri nga bashkëshortët e njërës prej këshilltarëve komunale, që është Dhurata Joha Redkoceri. Pra, Termokos i ka ndarë në mes Lumir Abdigjikun dhe përparim Ramën, për shkak se njëri preferon Fisnik Osmanin dhe tjetri Arton Redkocerin. Pavarësisht që kryetari Rama ka mohuar diçka të tillë, kryetari i LDK-s në një intervistë ka thënë që kanë pak mos pajtime sa i përket emrimeve. Megjithatë, ne e dim që dje ka pasur një emrim tjetër, Izet Sadiku nuk është më drejtor i shëndetësisë në komunën e Prishtinës dhe në vend të tij do të vijë doktori Bujar Gashi, i cili ka qenë drejtor në ÇKMF. Besoj regjia mund ta sjell fotografinë tjetër. Pra, me njëherë dje, Rama ka zëvendësuar njërin prej njerëzve të LDK-s, që është Izet Sadiku, që është edhe në qendrën e LDK-s, doktori në fjalë, pra nuk do tjetë më drejtor i shëndetësisë dhe në vend të tij është emëruar doktori tjetër, që ka qenë udhëheqës në ÇKMF, Bujar Gashi, i cili po ashtu është njëri ndër më të votuarit në listën e LDK-s për Kuvendin Komunal të Prishtinës. Megjithatë, në mesin e këtyre emrimeve, shkarkimeve dhe përplasjeve, Rama, shefën e grupit parlamentar të asamblesëve, në fakt në komunën e Prishtinës Jeta Rafuna, që e kemi po ashtu në fotografi, e ka emëruar drejtoresh të bujqësisë. Pra, Jeta Rafuna më nuk do të udhëheq asamblesët, por do të udhëheq drejtorinë e shëndetësisë dhe e dim që natyrisht Jeta vjen nga LDK sepse ka udhëhequr edhe grupin e asamblesëve të LDK-s. Ndërkohë, burime brenda komunës na kanë thënë se të martën pritet të plotësohet edhe emrimi i drejtorëve që vinë nga partitë e tjera, në këtë rast nga PDK-ja, sepse ne e dim që AAK tashmë ka një të emëruar si drejtor, që është drejtori i Pronës, ndërkohë lidhja për Prishtinën e ka drejtorin e kadastrit. Kjo plasaritja në mes të kreut të LDK-s dhe kreut të Prishtinës është kohë gjatë, mirë po është thelluar tani me rastin e emërimit të drejtorëve. Ne jemi dëshmitar që deri më tani nga shumica e drejtorëve që janë emëruar më së paku ka të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkohë që Lidhja Demokratike e Kosovës është grupi më i madh i asamblesëve në Kuvendin Komunal dhe një herët kryetari Rama, kur ka garuar për mandatin e dytë, ka garuar në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por zoti Rama, siç po shihet, ka shumë borxhe, janë borxhe elektorale ndaj subjekteve të tjera, ndaj gjitha subjekteve të tjera të cilat e kanë ndihmuar në fushatën e fundit, në zgjedhjet e fundit, pikë së pari PDK-ja, Aleanca, Lidhja për Prishtinën, Nisma, PSD-ja, dhe tash është koha e kthimit tyre borxheve, prandaj edhe është në vlerësimin tonë, është kjo vonesë në emërimin e kabinetit, sikurse vonesë paraqet edhe fakti që ne besojmë që janë duke përcjellur zhvillimet në nivel qendror, sepse bërja publike e koalicionit, që tashmë dihet se ekziston koalicion në mes të PDK-s dhe LDK-s në kryeqytet, mendoj dhe ata mendojnë që do të reflekton te opinioni publik, sidomos në kryeqytet, në rast se shpejt shkojmë në zgjedhje në nivel qendror. E keqja e gjithë kësaj është që për shkak të këtyre kalkulimeve elektorale, më shumë të ata që po psojnë qytetarët e Prishtinës. Unë kam shku me vetur deri te rruga A që lidhet, edhe aty kam hi në këmbë. Kur kam dalë te parkingu, i kam pa qenë, edhe domon më kanë afru, po unë nuk jem të qifrigona, edhe me ne jam vetëm më afruën, po mirë po ata këshin qenë këqa shumë agresiv, edhe më kanë sulmu, për detaje tjera besëm që së më kujtohet, veç e di që jam rëdzu, ta si jenë largun nuk e di, as e këm hetu, që më thonë, kaftësimin në dy vende që më kanë do, mas jenë largun qenë, e këm po vetën dhe mund që në këmbë në majtë i kam 2 kaftësime.
njëna në gjuhë, tjetra ma poshtë e gjuhë. Beson që me pasin do një fëmijë vogël atë diçka është e të mërshme. Që aty edhe vetë normal që im konë rrezik edhe kanë mujt shmam edhe dorën e majte, dorën e djate, kamën e djate, nështë edhe kokën me më kafshu, po dashi zoti ka djoha vesh me 2 kafshime në kamën e majte. Thot këto 50 euro për muaj për çan nuk i ka kry pagesat me kohë. Komuna e Prishtinës nuk është transparente, nuk na jep informata dhe nuk e dim tash sakt se çysh ka shku ndrimi i qenëve te këto qendrat adoptuese. Do të thotë na tash mendojmë që edhe dim sakt nga disa adoptues që nuk i ka pagu Komuna e Prishtinës deri vonë. Do të thotë këto 50 euro për muaj për çan nuk i ka kry pagesat me kohë. E tash po imagjinojmë nëse një person i ka 200-300 qenë në përkujdesje edhe nuk ka fonde të mjaftueshme me i ushqy, çka po mendoni që ndodh? Ose keq trajtohen mrena dhe vdesin qenë mrena, tu e kafshu dhe hangën ndoshta njëri tjetrin, ose edhe ikin, e qelin telat, ose ja personi i lirën. Unë nuk po them me siguri që kjo ka ndodhur sepse nuk kam dëshmi të sakta, po në anën tjetër dyshojmë sepse do të këta po mendojnë që tu na i nzyre edhe tu jep pare kinse për adoptimin e qenëve, këta e kanë zgjidhur situatën. Edhe bile po dalin rrejshëm edhe para qytetarëve tu thonë që e kanë zgjidhur situatën me qenën ndacak. Kjo as pak s'është e vërtetë. Duhet dalin çdo ditë edhe stafi streamores, por edhe vetë zyrtarët e komunës, ne jemi si organizatë që gjithmonë kemi ofruar pro bono ndihmë qoftë në ekspertizë apo edhe në projekte, që edhe të vedisohen njerëz, të identifikohen, regjistrohen qenë me pronar, të merren me pet shopet që këtu veç se shumojnë vazhdimisht qenë dhe shesin qenë pa asnjë kontroll, këtu do të hyjë pastaj edhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, se asnjëherë nuk është kjo problem veç i izoluar në Prishtinë. Normal edhe komuna tjera janë pjesë e problemit edhe duhet të aktivizohen disa komuna, por edhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, në mënyrë që të ketë një do të stabilitet ku nuk shumohen tutje qenë në rrugë, ku janë nis gradualisht reduktimi i tyre nga rruga, edhe ka pas buxhet, edhe ende ka buxhet, edhe mundet me bëni punë paralelisht në gjithë Prishtinën. Prioritet po janë zona të cilat nuk janë ka qenë që janë pakastru sterilizu, po nikosisht unë mendoj që është e mundshme në Komunë Prishtinës në vitin 2026 me ndërmarrë një projekt gjithëpërfshirës ku do të thotë projekte aktive gjatë gjithë kohës pa u ndal asnjë ditë. Do të thotë jo veç kinse strehimin e qenëve, se kjo është një vërtetim i madh edhe për komuna tjera, do të një dëshmi e madhe ku vetëm strehimi nuk ndihmon asgjë në menaxhin popullsisë. Nëse menojnë komuna që me 2-3.000 qenë ose 5.000 qenë nëse i strehojnë në një streamore do të zgjidhet situata, atëherë kjo është dëshmi në Prishtinë që nuk po zgjidhet situata me strehimin. Tash ne i kritikojmë